Disa prej banesave monument kulture në Shkodër, të cilat prej vitesh ndodhen në një gjendje të rëndë amortizimi, do t'i nënshtrohen restaurimit të plotë. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore ka hartuar projektet për objektet ku pritet të ndërhyhet gjatë vitit 2026. Ndër monumentet që kërkojnë restaurim të thelluar përfshihen edhe disa prej shtëpive më karakteristike shkodrane. Ne kemi evidentuar disa nga banesat në qytetin e Shkodrës, siç është banesa Lluja, banesa Matiju Bani, banesa Odo Sokoli, të cilat kanë nevojë për një projekt të plot për restaurimin e tyre. Vlera e investimit do të jetë shumë e lartë, çka DRTK Shkodër nuk mund ta mbulojë dhe do kërkojmë mbështetjen nga Ministria e Kulturës. Ndërkohë restaurimet e pjesshme dhe punimet e mirëmbajtjes së banesave monument kulture mbeten pjesë e punës së përditshme të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore. Por sipas drejtuesve të saj, shpeshherë hasen problematika që lidhen me braktisjen e banesave për shkak të emigracionit, si dhe me çështjet e pazgjidhura të pronësisë. Shumë nga këto banesa janë të braktisura, familjarët kanë emigruar, ne kemi vështirësi edhe në aksesin e tyre për t'i dokumentuar, për të evidentuar problematikat që kanë. Banesat e tjera kanë problematikë në lidhje edhe me çështjen e pronësisë. Shkodra numëron mbi 150 objekte të certifikuara si monument kulture, shumica prej të cilave janë banesa karakteristike brenda dhe jashtë qytetit. Kujdesi dhe restaurimi i tyre vlerësohet si një domosdoshmëri për ruajtjen e historisë dhe identitetit kulturor të zonës.